të interesuarit sa i takon problemeve kardiake në këto ditë me vapë. Kënaqësi që të kemi është e domosdoshme në fakt, marrë parasysh jemi duke kaluar ditë goxha me temperatura shumë të larta dhe sigurisht që mendimi dhe këshillat e një profesionist janë gjithmonë të mirëseardhura. Po dua të nisim me atë pyetjen klasike, pse dhe si ndikojnë temperaturat e larta, a e ngarkojnë zemrën? Normalisht temperaturat e larta në ditët e sotme nuk po paraqesin problem vetëm në kuptimin klimatik, po shumë po paraqesin problem edhe në kuptimin shëndetësor, sidomos tek pacientët me probleme kardiake, me probleme të zemrës, po ashtu edhe të moshat të shtyme. Temperaturat e larta të pacientët me probleme kardiake ndikojnë edhe kanë ndikim direkt në problemet kardiake, për arsye se e rritin ngarkesën edhe punën e zemrës. Qysh ndodh kjo? Nuk vepron për shembull në mënyrë sikurse heat stroke, që është goditja petë nxehtit, por në mënyrë indirekte përmes sistemit autorregullues të organizmi tenton me optimizu temperaturën e jashtme, edhe çka ndodh në këtë rast? Ndodh vazodilatacion e quajna na, për arsye se trupi tenton të relativizoj temperaturën që e merr prej ambientit jashtëm duke liruar energji. Ajo energji e liruar shkakton zgjerim të damarëve periferike dhe pastaj çka ndodh pacientët të cilët kanë probleme kardiake e rritin konsumin e oksigjenit zemra. Domethënë në temperaturat e larta e rrit konsumin e oksigjenit, fillon me punu më tepër për me kompenzu problemin që shkaktohet prej temperaturës dhe së tillë shkakton të lashe, të cilat besoj në kuptimin profesional janë të qarta, po dhe për opinionin publik janë të rëndësishme. Domethënë temperaturat e larta shkaktojnë probleme shumë të rënda në zemër. Përveç kësaj, çdo ngritje temperaturës, për shembull, për 1 gradë Celsius mbi temperaturën optimale, jo vetëm temperaturat ekstreme, po temperatura optimale për shembull te na konsiderohet në regionin tonë 22-24 gradë. Çdo ngritje për 1 gradë Celsius e rrit koincidencën për probleme kardiake deri në 2-3%. Mos flas më për statistika tjera të nivelit global që janë në botë rreth 490 milion njerëz në botë vdesin brenda vitit për shkak të ndikimit direkt dhe indirekt të temperaturave në shëndetin e zemrës, ku 50-70% janë pacienta kardiak, për këtyre gjysmë milioni njerëzve, 50-70% janë pacienta të cilët vujnë nga problemet kardiake. Dhe po shohim që viteve të fundit kemi një trend, një rritje të temperaturave mesatare, jo vetëm vendin tonë, por fatkeqësisht në gjithë botën. Nën kupton kjo që do të kemi më shumë sëmundje kardiake edhe në të ardhmen? Sidomos, besoj që ndikimet klimatike kanë me pas ndikim direkt në shëndetin kardiak. Si do të ndodhë kjo? Për arsye se në ndryshimet klimatike të cilat ndikojnë sot në botë, për shkak të problemet industriale edhe problemet të ndryshme të cilat ne nuk jemi ekspertë asaj çështje, por do të pritet të ndikojnë direkt në bazë të statistikave dhe të dhënave që kemi nga organizata botërore shëndetit publik. Dhe tani më numri është goxha i lartë i personave me probleme të sëmundjeve të zemrës. Unë mendoj që koincidenca është shumë e madhe, por edhe mendoj që identifikimi apo screeningu i pacientave ose individëve me probleme kardiake tash është më i madh. Domethënë regjistri i pacientave ose personave të cilët vdesin kanë një screening pak më të madh dhe më të avancuar në ditët e sotme, sidomos në ditët ku sot sistemi të dhënave është shumë i avancuar, edhe jo rastësisht të gjithë pacientët të cilët kanë probleme shëndetësore diagnostikohen, ose të gjithë pacientët të cilët realisht nuk jetojnë më, është në shumicën e rasteve ose më thënë në mënyrë absolute është i identifikuar shkaktari i vdekjes. Dhe se i tillë rrit një përqindje të koincidencës së statistikës të cilët ne e konsiderojmë që është rritje. Ndodh që i njëjti trend ka qenë edhe në vitet dhe në deceniet më herët, po domethënë protokolli ose regjistrimi i pacientëve nuk ka qenë ashtu si është sot, edhe si i tillë nuk mund është problem me identifiku si rase a ka qenë një njëjta situatë në deceniet e kaluara apo edhe tash. Tash kena të dhëna bazike të cilat e krahasojnë me deceniet e kaluara dhe tregon që është një trend në rritje. Varësisht për hulumtimeve që janë bërë, një për hulumtimeve e vendos në pikun hala më të lartë se sa gjysmë milioni njerëz vdekjen brenda vitit. Sidomos kjo shumë e përfshin edhe pjesën e vendeve me temperaturë të lartë, vendeve tropikale. Tham që vapa e ndikon goxha shumë edhe një person që mund të ketë hipertension apo tension të lartë të gjakut dhe mund të ketë probleme. Por çfarë ndodh tek ata persona që kanë tension të ulët të gjakut dhe cilat janë problemet që i shfaqen atyre gjatë kësaj kohe? Të gjithë pacientët
ose personat të cilët janë me probleme kardiake, kanë probleme në ndikimin e temperaturave të larta. Ata të cilët janë me hipertension, normalisht gjatë kohës së verës duhet t'i optimizohet terapia, pacientët të cilët marrin bana për hipertension, që ne i quajmë AC inhibitore, pacientët të cilët pastaj vuan nga insuficienca kardiake ose pamjetëshmëria e zemrës, të gjithë këta janë një grup i pacientëve të cilët janë shumë të ndihshëm në ndikimin e temperaturave të larta. Te këta pacientë normalisht duhet mu optimizu temperatura, domethënë nga mjeku kardiolog për shkak të ndikimit direkt në shëndetin kardiak. Ndërsa të pacientët të cilët nuk janë pacienta kardiak, po kanë vlera të ulta të tensionit arterial, ata zakonisht preferohet me u rehidru ma tepër dhe me u shmong ekzaminimit të temperaturave të larta për arsye se ndikon direkt në qatë zgjerimin e arterieve periferike që shkakton rënje të tensionit dhe mundet më shfaq simptomat tani të cilat për pacientin mundet më shkaktu një panik ose një rrezik, jo marramendje, jo sinkop, jo që njihet popull humbje të vetdijes, komplikimet e natyrës mjekë. Po, që mund të jenë edhe këto goxha shqetësuese, ndoshta jo shumë me rrezikshmëri të lartë sikurse tek sëmundje të tjera. Për ne si komunitet i profesionistëve nuk paraqet ndonjë shqetësim, po për pacientin laik gjithsesi që nëse rastësisht i mirën me ato se humb vetdia për shkak të hipotensionit, normal që është një alarm shumë i madh për to. Po, si ta parandalojmë një falmyra, apo çfarë të konsumojmë në mënyrë që të jemi më mirë, edhe personat që kanë hipertension dhe ata që kanë hipotension? Normalisht, përveç anës farmakologjike që e optimizon mjeku kardiolog, është mëse domosdoshme rehidrimi, 2-3 litra ujë në ditët me vapë ekstreme, po ashtu edhe shmangja temperaturave ekstreme për orës 11 në ora 17, pastaj konsumimi i pemëve dhe perimeve të cilët janë të pasura me vitamina dhe me minerale, sepse të ndikimi temperaturave të larta ndikon edhe në dehidrim, rënje e langjeve trupore, me që rast humbin edhe elektrolit, edhe fillon një molisje e trupit, fillon trarat e zemrës të shpejta, fillon një gjendje e plagështisë përgjithshme, dhe si të tillë për mi parandalu këto, po flas gjithmonë tek individët të cilët nuk janë të diagnostikuar për probleme kardiake, atëherë është e nevojshme rehidrimi mjaftueshëm, po ashtu është i nevojshëm edhe konsumimi i ushqimit të shëndetshëm, në këtë rast me pemë, perime edhe me konsumim të më shumë të langjeve, normalisht ujë, në këtë rast 2-3 litra ujë brenda ditës. Pra 2-3 litra ujë nëse nuk kemi konsumu ka të shumë ndonjëherë është momenti që të konsumojmë. Dim që shpesh uji apo konsumimi i tepërt të ujit mund të shkaktojë edhe probleme të tjera. Po janë problemet më të mëdha nëse pimë shumë ujë, nuk pimë mjaftueshëm ujë në këto ditë. Tek individet të shëndosh nuk e konsideroj që konsumimi i ujit, nuk e konsideroj dhe nuk ndodh që tek një individ të shëndosh konsumimi sado i tepërt të ujit që mund të shkaktojë probleme serioze. Mundet me këto zakonisht eksperjenca janë tek individet të cilët zakonisht mirën me dieta të ndryshme dhe tek të cilët konsumojnë sasi të tepërt të ujit, 5 litra, 4 litra brenda 24 orëve, të cilët normalisht e kanë atë ndjenjen edhe simptomat e një personit i cili bën regjim të ushqimit. Ndërsa tek pacientët të cilët kanë probleme kardiake, është shumë e rëndësishme konsulta me mjekun në optimizimin edhe të sasisë së langjeve, edhe në përcjelljen këtë rast të pacientit se apo ngarkohet me langje shumë apo jo, po ashtu edhe ekzaminimi, po flas për pacientët të cilët janë me insufficiencë kardiake, na quajnë pa mjaftueshmëri të zemrës, zemra nuk e ka funksionin normal në këtë rast për shkak të problemeve ose hospitalizimet të mëhershme ose për shkak të problemeve që ka pas me sulm në zemër ose diçka, zemra nuk e kryen funksionin e vet. Te këta pacientë duhet me qenë ekskluzivisht të kujdesshëm edhe gjatë rehidrimit, në këtë rast marrjes së langjeve, po edhe shmangjes së temperaturave, për arsye se ndikojnë direkt në gjendjen e tyre klinike. A janë më të prirur të kenë probleme ata persona që ndoshta aktualisht nuk kanë ndonjë shqetësim apo problem, por në genetikat e tyre, në genet e tyre ekziston dikush qoftë familjari, afërt, nana, babaj ose gjyshrit që kanë pas problem me zemrën. Ndikimi i temperaturave të larta ndikon direkt edhe tek pacientët të cilët mund të shfaqen për herë të parë simptomat e sulmit në zemër ose infarktit në zemër ose sulmit edhe në tru.
Kjo ndodh për shkak të këtyre mekanizmave kompensator të cilat zhvillohen dhe si pasojë e dehidrimit. Dehidrimi në këtë rast lirohen langjet e organizmit për langjet më tepër, humbin elektrolitë dhe si pasojë na e thojmë rritet viskoziteti ose trashësia e gjakut bëhet plazma me gjithë elementet e gjakut bëhet më viskoz, më në kuptimin i hupaja fluiditeti i gjakut dhe në këtë rast krijohet një substrat ose krijohet një mundësi më e madhe për me pas një atak kardiak, qoftë në tru, qoftë në zemër. Kështu që edhe tek pacientët të cilët kanë gjenetik, tek pacientët të cilët nuk kanë përjetuar hala simptoma dhe në moshën 65 vjeçare, do të më pas parasysh këtë, se temperaturat e larta mund të ndikojnë dhe mund të inicojnë një problem të tillë. Qartë. Kjo është dëshmuar edhe me rastin e shtrirjeve në spital. Në periudha të temperaturave të nxehta rritet edhe numri pacientëve të shtrirë, rritet edhe numri ose frekuenca pacientëve të cilët kanë probleme me infarkt, rritet po ashtu edhe përkëtësimi ose rihospitalizimi i pacientëve me probleme kardiake. Me qenë se ju punoni edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, sa është rritur nga viti në vetë numri, apo gjatë sezonit veror, sa ka më shumë persona që kërkojnë ndihmë nga ju? Nuk kena ndonjë statistik ose eventualisht unë nuk kam informacion rreth kësaj statistikës në vendin tonë, por deri 15-30% në nivel global rritet numri i të shtrirëve me probleme kardiake, sidomos në temperaturat e larta. Po nga vizitat e pacientëve? Ajo është pjesë e rutinës dhe ajo nënkuptojna në komunitetin tonë që domethënë ndikimi i temperaturave jena në gjendje më të madhe gatishmërie për të kryer shërbim dhe për me punu më shumë në klinikë për arsye se e dina që fluksi i pacientëve të cilët do të hospitalizohen do të jetë më i madh. Unë tani erdha nga klinika, ndjesha edhe kujdestar, gjatë weekendit kish pas punë enorm, po ashtu edhe dje gjatë kujdestarisë time. Domethënë është e pritshme për atë rutinën e punës tonë që sezona verës, sidomos me temperaturat të quaj ekstreme, rritet numri, rritet frekuencat e të shtrimeve në spital. Isnik, faleminderit shumë për gjitha këto këshilla që i dhatë sot për shikuesit e programit mëngjesit. Faleminderit shumë, shpresoj që shikuesit e Klan Kosovës do t'i marrin këto këshilla dhe rekomandime. Ju rekomandoj prap shmangjen e temperaturës, konsumim të tepërt të konsumimin të mjaftueshëm të langjeve 2 deri në 3 litra ujë, pacientat mbi moshën 65 vjet të shmangen temperaturave ekstreme, ndërsa ata të cilët vuajnë nga problemet kardiake të vizitojnë tek kardiologu. Faleminderit shumë, mirupafshim. Kënaqësi e vlerësojmë shumë veçanërisht sepse pas kujdestarisë ishte direkt në studion tonë dhe sigurisht e vlerësojmë akoma më shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me që kemi një shkputje shkurtër, takomi vetëm pas pak, qëndrojmë në tutje me ne.